Gjykata nën Petkun e LSDM-s, në vend që t'i caktoi paraburgimin Filip Andov Sokolit, i ka konfiskuar vetëm pasaportën. Kështu deklaroi deputeti i VMRO-DPMNE-s Mile Lefkov, duke shtuar se gjyqtarët që i dhanë lirinë do të jenë përgjegjës nëse ai del në arati. Sipas tij, nuk është të çudi pse LSDM po lufton në mënyrë konvulsive për gjyqtarët e korruptuar dhe i mbron ata me të gjithë forcat, pasi që, siç thot Lefkov, ata janë bastoni i fundit i perandorisë së tyre kriminale. Судот под плаштот на СДС. Gjyqtarët e korruptuar që liruan Filip Andov Sokolin, i cili po shëtiste të arrestuarit të dyshuar për krime të rënda, sikur të ishin në ekskurzion, janë përgjegjës nëse ai del në arati. Si e bindi gjykata se Filip Andov Sokol, i cili shëtitet të burgosurit të rrezikshëm në Përshkup, nuk do të tentonte të aratise në vend që t'i bante në qeli. Lefkov shton duke thënë për gjykatësit se këta janë po të njëjtët të cilët shpallën të pafajshëm vrasësin e Frosinës. Gjyqtarët që, siç thot ai, në ndikimin e Nakje Gjeorgievit dhe Ixhet Mehmetit, i dhanë një dënim më të lehtë të Boro Mardboros, gjyqtarëve që mbrojnë kriminalët nga LSDM. Gjithashtu, sipas tij, këta janë gjyqtarët që kanë selit e LSDM-s në shtëpitë e tyre. Lefkov thekson se kjo është mjaft e qartë pse duhet të ketë reforma në drejtësi.